mendojmë që është shumë e rëndësishme të flitet për çështje, të flitet për ngjarje, të flitet për kliman. Se ka disa mënyra ne e dim për bërë brainwash dhe për të bërë atë ndryshimin e mendimit. Njëra është me narracione negative, dhe tjetra është duke mos folur fare. Për mua kjo është më e rrezikshme. Kështu që ne kemi vendosur të flasim me histori të thjeshta, me histori të bukura, me histori me ndikim. Siç ka dhe një fill përshkrues i gjithë raporti, dokumenti voluminos, roli grave shumë i rëndësishëm, do të perifrazoja një nga gratë lidere që janë në atë projekt, që natyra është grua. Dhe një nën që lind, që riprodhon jetën, është shumë e aftë ta shëroj jetën, të shëroj dhe natyrën. Roli është shumë i rëndësishëm. Unë nuk dua të krijoj një hendek midis burrave dhe grave. Ta krijoj unë. Ai hendeku është i krijuar, por nga mënyra se si është politik burja, për nga mënyra si ndahen fondet, për nga mënyra e çështjeve të pronësisë, po gratë ja kanë dalë. Të jenë jo vetëm numerikisht një fuqi punëtore më e lartë raport me burrat në një nga sektorët më të mëdhenj të punësimit të tyre në bujqësi, por ja kanë dalë edhe të përafrohen në luftën e tyre, në vendimarrjet e tyre, të jenë vendimarrëse dhe jo vetëm aprovuese apo në vijën e dytë të dëgjimit, të heshtjes, të aprovimit të heshtur, ka sot ato kanë zë. Patjetër një betejë gjatë, më shumë se 12 vjet, ka pasur momente të vështira, ka pasur momente që më zhdukur e pamundur për të realizuar qëllimet. Nuk kam pasur në një moment që kam menduar që të heq dorë, pra kauza e vjosës është një gjë që më ka bërë për vete dhe ende sot vazhdoj dhe luftoj për përtej mbrojtjes si park kombëtar, për të pasur një model më të mirë të mbrojtjes së saj edhe me çështjen e deltës së fundmi, por sigurisht që në çështjet mjedisore ka shumë momente të cilat ti ndjesh i pafuqishëm, ndjesh sikur je edhe izoluar dhe shpeshherë mund edhe të duket sikur nuk ndan të njëjtin mendim me shumë njerëz të tjerë. Por me vendoshmëri, me këmbgulje, me punë, me pasion, ti te kalon dhe këto pasiguritë e momentit dhe kur gjen pastaj edhe njerëz të tjerë që mendojnë si ty dhe bashkohen në të njëjtën kauzë, është gjëja më e bukur që mund të ndodhi, kështu që mesazhi im që e vazhdoj e jap gjithmonë është përqendrohemi tek qëllimet tona, të jemi këmbgulës dhe të mos lejojmë që edhe situatat e momentit të na ndikojnë në qëllimet tona afatgjata. Jam shumë e kënaqur, jeta që unë mendoja të bëja është ajo që jam duke bërë tani, është më e qetë, është më pranë natyrës, pa vrapuar dhe duke sjell një produkt në një klientel që ndoshta është e pakët, sepse kërkohet pak, njihet pak, por që është 100% biologjik, që është i duhur për personat e duhur. Bota e biznesit në Shqipëri është shumë mashkullore. Por në momentin që të njohin, që dinë se kush je, që dinë që se çfarë je duke bërë, rrugët fillojnë edhe të hapen. Po, dalloj angazhim, shumë pedagogë kanë përqafuar, janë 315 pedagogë, po kanë filluar 30 të parët. Dhe ne mbollëm brenda 4 muajve 105 pemë të larta. Dhe kjo realizohet vetëm duke qenë, po themi, me një bashkëpunim me një kompani private. Ne themi të drejtosh do thotë të japësh shembullin tënd. Ne si pedagog dhe mësues kemi shumë në dorë. Duhet të kthejmë dhe ne shikimin nga vetja. Mësuesët dhe pedagogët janë fuqia më e madhe që mund të sjellë pikërisht ndryshimin e mentalitetit shqiptar lidhur me
po themi zvoglimin e ndotjes.